kënd po bisedojmë? Po bisedoni në drejt këtë mendin për Skënderajt. Po, i nderuar, cili është problemi? Jo, kam një tjetër problem dhe do shta më ju lajmërue se dje në Skënderaj është mbajtur një mbledhje në cilën e kanë caktuar që drenistat të ndahet prej Kosovë. Mbledhja kryesore do të mbahet në 17 maj, ku do të thirrën të gjitha fshatrat edhe do të tubohen dhe do të ndahen definitivisht prej Kosovë. Kush e ka mbajtur këtë mbledhje, zotri? Kush e ka mbajtur këtë mbledhje? Këtë mbledhje e ka mbajtur Partia për Shlirimin e Drenicës. Po, pse është mbajtur kjo mbledhje? Pse duhet me u nda Drenica? Kjo mbledhje u mbajtur në nuk e di a besheqani ju, a keni sy, a keni vesh, a keni diçka me pasë, çka po ndodh me Drenicën. Çka po ndodh? Për çka po? A Serbia nuk ja ka bën më si Drenicës se që ja ka bën Ben Kurti. As nuk jep komunët do një kredi, ju e keni po mirë ujnat që që kanë morë Drenicën, Skënderajin, Kerrët, çdo gjë e ka qenë një cent nuk e ka dhënë. Shkollat kanë fillu më mbyll se nuk kanë mjete. Po pse me u nda, zotri? Pse po thoni pse me u nda Drenica prej Kosovës? Këto gjëra do pas Drenica më nda me në juve me jetu qetë. Se krejt Drenica, na po mendojnë që Drenica është fajtorja kryesore që po ndodhin do gjona në Kosovë. E për këtë shkak na dojna mu nda prej Kosove, e Kosova në turnon në avatak që i ka zhjel, në kryzi, edhe në turnon. Nuk kemi kur gjë kundër tjetër me dojna mu liru me ju liru juve pineve. Jo, zotri, t'lutem, sepse jemi këtu në mëngjes fare dhe gjëra tilla nuk duam. Drenicën e kemi për qefi, është pjesë e Kosovës, nuk bën fare me u nda, t'lutem. Problemet zgjidhen besoj. Pjesë e Kosovës fare, Drenica ju ka po ju më shep, Drenica hin ju, po ju me gjithë ma shumë ju keni gjuhë tonë shpinë. Po qysh jo, Drenica është zemra e Kosovës, t'lutem. Jo, nuk ko zemra e Kosovës, më t'lutem këtë emision, t'lutem regjia, sepse nuk du me dëgju gjëra tilla me mëngjes. Çdo pjesë e Kosovës është zemra e Kosovës, çdo pjesë e Kosovës mbetet e Kosovës.